Përshëndetje, ja ku jemi këtu në episodin e radhës të Garage Lock. Si që shihni, unë jam vetëm. Big Basra nuk është më me mua, pas disa episodeve. Gjë rastin të falenderoj publikisht për atë kontribut që dha për podcastin to. Gendi, si që kemi thënë, është në nxemje, po bëhet gati, është po vjen, dhe realisht sot është hera fundit, episodi fundit që Gendi nuk është, dhe episodin tjetër do jemi bashkë. Këtë episod do e bëj vetëm, me kënaqësi më të madhe sepse kam një artist jashtëzakonshëm, jo vetëm artist për ju, por edhe një mik shumë i mirë i imi. Hamër plak. Hamër dak. Ja ku e keni, Gjergj Kaçinari. Ja ku Jem brëma. Mirë brëma. Si ishe pak në duke la durët në tualet. Po ka buje. Që bëhet? Ç'a bën? Shumë mirë, shumë mirë. Mirë se na erdhe. Kam ardhur me dhuratë sot, po pas Direkte flasim për do me morë me të mira. direkt, që më të parën. Po na tregove ha. Çfarë? Është vinil albumi i parë i Ru, The Day Before Tomorrow. Do i shpalosje, teksa unë Si bëhet para kanore kështu? po, Shumë faleminderit. Rull është grupi i Gjergjit. map. Po prit valla, është dhuratë. Mos e do marr prap. Kam intervista të Po ti do vesh për Renisin me shumë dashuri, Jo, do vej për Garage Lock. Okej, po. Apo? Po ku shkosh ke emisionin tjetër, çfarë thosh aty? Ja, pjesa mbrapa. Okej. Për Garage Lock. Veçanërisht për Renis apo s'ka lidhje? Jo, Rafi. ja. Edhe mu ta veni në Sot. rafti. Po që edhe kjo pjesa e negatives në sensin ka zakonisht shkruhet e zeza mbi të bardhë, kjo është e bardha mbi të zezë. Shumë kur tash Gjergj ta fus prapë tu më nëse Dhe prapa të aty që mos të... se do duhet disku me shkruar emision aty, ja. Po. Shumë foto për kja, pa shtash. Shumë faleminderit. Ky është albumi më i ri i grupit Gjergjit The Rule. Ai në fakt është i pari, i dyti është Sweet Cruelty. Po hamëm tregoj çika por se Që ka dalë... po ti albumin e parë më jep mu. Po i dyti se shprintua akoma në vinil. Është rrugës, realisht. Okej, mirë, ky është albumi i parë. Gjergjo këto vinilet. Besoj që bojnë në momentin që keni koncertet edhe i shisni tek ku dëgjoj krioti lloj Këto Banane, vinilat... ku dëgjoj. Po. Si Këto funksionon vinilat... Besoj se gjithë kena nga i vinil në shtëpi me von diskun. Në fakt, Është më shumë simbolike si funksionon. Në fakt ka po bëhet pak vite që ka hy shumë në trend konsumi viniljave brap. Dhe unë sigurisht jam shumë i lumtur sepse unë akoma dëgjoj CD. Kaseta s'gjej dot më sepse s'kam as makina me kaseta as... E kam magnetofonin në shtëpi pak, e dëgjoj. Kaseta së Po si fundit ke që dëgjova dëgjova. sot? Jo, nuk ble, po unë kam shumë. Kam edhe prej Fredit, po edhe vetë kam pas ble shumë kur kam qenë. Ulem pak fare mikrofonin Gjergjo. Mos po mërsit që bëni kritikë her pas here. Dhe shënohet gjitha. Pikësh. Dhe hyri prap konsumi viniljave në mod nga disa për snobizëm, nga disa për të qenë cool, nga disa se vërtet e kanë qef. Unë nuk zova shumë sepse kisha vinilja në shtëpi dhe bleva në fakt më dhurun një vinil player kështu digital të ri. Edhe rifillova blerjen e viniljave edhe shumë qef të kesh vinilin tënd. Është vinili digital më bie që të ketë box apo? Jo, digital leximi i vinilit, pra është ama ai është gjylbona, gjitha gjërat. Po soundi ka dek? Soundi është digital, nuk del nga hinka, Po bra. po del në formë digjitale, ama vinili luket. Edhe është bërë trend i madh, DJ që po performojnë me vinila, njerëzit në shtëpi po i blejnë sepse janë me kostot krejt normale, vinil playerat vegjël që kanë edhe boxe vet, që mund bëjnë ku diun 80 euro, të thënë. Edhe ti dëgjon vinila, edhe është tjetër feeling. Duket sigur prek më shumë se sa thjesht një trap aty. Po pjesa cilësisë valla se ti merr vesh me këtë punë. Duke qenë se rridhe studio gjithkohës, edhe nga ana teknike ja ke ide se ç'a ndodh me cilësinë e kasetës, CD-s, vinilit. Edhe shtyre online streaming tash që. Cilësia, nëse flasim Nëse është vinil është cilësi e garantuar apo s'do të thotë gjë? cilësia herë
barazohet ose interpretohet si pastërti. Do të thënë pastërtia që kanë materiale digjitale nëpër Spotify dhe kështu është absolute. Gjë që ti s'mund ta kesh atë pastërti në kaset, sepse vetë u kanë kalu vitet, kanë kalu gjitha. Tuli, siç i themi në shqip, saturimi, warmthy, se janë terma që jemi mësuar të dëgjojmë gjithë jetën anglisht. Dhe që të ngo, po themi, Po, në gjuhë shumë popullore. po, ajo ngrohtësia materialit, ajo që sigurisht që në kaset, në shirit, është e shkruajtur me ndryshe dhe ndihet ndryshe. Në vinil patjetër, nevojitet një masterizim i posaçëm, sepse nëse traku ka shumë frekuenca të larta ose basi është i pabalancuar gjylpona, teksa e lexon vinilin kërcen. Pra duhet jetë e balancuar me shumë mirë miksimi, masterizimi. Kështu që një proces shumë i bukur që shtu punës që unë bëj. Gjithë ko. Kështu. Gjithë kohë si bëni koncerte që nxjerrin edhe vinilet. Dhe vinila keni kështu, se pëlqen shumë kjo gjoja, domethënë ti e ke bërë gjithmonë kët, edhe bravo të qoftë. Praktikisht do ta bëjmë të gjithë. Unë të jemi sinqert se kam bënë herë, edhe e them shpesh me veten time që duhet ta bëj. Po ti e ke nis herët edhe vazhdon. Si funksionon tash? Ti bën vinilet, bën to shalla, shaje, ç'është, shumë shall. Shuej. Shiu. Ja, Në kapele, ne se kemi- qencas, si cicas. Ne kemi një merch të limituar sepse unë fokus kam muzikën, jo për kështu tash ti për më bë si Qes shumë i dalë mençur. na kjo bën tregu. Por Sa fillon ti për shkakun? fokus kam gjonat që kanë të bëjnë me po themi marketimin muzikor. Kemi bërë një dorë merchi në fillim fare, bëm çakmak, stilolapsa, Edhe pikësh. kështu pinca, stila që quhen. Edhe janë shumë bukura me thënë drejtën, po nuk është diçka që unë i bim mrapa, se sa i bi pjesës CD-ve, që në fakt nuk t'i solla këtu, sepse CD kam edhe album në parë dhe album në dytë, apo pjesa e vinilave. Kur bëjmë eventet ne sapo mbyllëm një tur dimror me Rule, që kudo që ishim shpërndam disje, sigurisht falas, sepse nuk shoh asnjë sens për me i pa në atë prizë. Po. Dhe te secili vend nga një vinil, sepse është si një gjë simbolike, si një dhuratë që ti mund t'i japësh dikujt apo vendit ku ne kemi shkuar me performu. Dhe në koncertet të tjera më të mëdha që kanë qenë, ose edhe në një koncert që ne bëm posaçërisht për promovim në vinilave, aty ishte kjo që theti kjo stenda, ky buthi, ky banaku, Po. ku ne kemi vënë vinilat në shitje. Edhe interes ka pas shumë më shumë se që unë kam prit. Pra në një vit e gjys kalendarik të Rule, realisht ka ndodhur shumë gjona pozitive, progres i madh dhe interes tepër i madh nga njerëzit. Pra dukshëm ka mungu kjo pjesë. Tani këtu na lë, thon follow-upin dise. Në thua. Jo, vazhdo ti. Na, ta se kishe ti në gjë për shtu. Jo, unë veç do shtoj. Një të që po mendoja? Po mendoja që Rule është projekti jot më i ri, mund themi kështu. Problemi, nuk është problem, po unë po mendoja, po ta thoja edhe më përpara. Gjë që ne njohin të gjithë për shkakun. Është Gjergj Kaçindari, ke një karrierë të adresorën shumë të mirë. Dhe vendoset bësh këtë grupin. Qa të shtyr? Pse? Nevojën ja kishe apo se kishe? Domethënë, kul gjë. Dëgja, nevojën duhet me kanalizu si pyetje, sepse nevojën varet në çfarë aspekti. Nevojën në aspekt Shpirtëror fes. shpirtëror dhe përmbushjes time artistike ja kisha shumë. Dhe ishte pikërisht gjë që unë kisha lënë pa bë.
Dhe gjëja që po më mungonte, që po e ndjeja që unë s'po bëj atë gjë që unë du të bëj. Se në fundit është çështje zgjedhjesh. Ti zgjedh të qasësh në atë formë, qoftë ndaj muzikës, qoftë ndaj publikut, qoftë ndaj aktivitetit tat, të vendosësh prioritetet e tuaja, çka ke qef me bë, dhe ti dhe unë e dim shumë mirë që, si më thënë, ai karari gjehet shpejt. Paktën në vendin ku funksionojmë dhe operojmë. Ishte një moment që unë e kisha shty, nuk është se më erdhi një moment puna e rullit. Unë rull e kam ndërtu në mendjen time para 10 vitesh dhe ka qenë pikrisht kjo që më ka shtyp me bë pastaj single-at, që unë i nxjerr si single-a. Po gjithmonë që diçka që s'më ngopi, s'më mbushi asnjëherë, kjo pjesa e qenurit vetëm në këtë, kam ndërtu një gjë në kokën time, kur kam qenë i vogël, kur kam ba Metallica në TV, dhe doja shumë të realizoja atë pamje, atë gjë. Edhe vërtet që është kjo përmbushja, kjo nevoja që dite, që herë ishte më e madhe, herë ishte më pasive, po gjithmonë që aty. Kështu që është çuditshme domethënë një person si puna jote. Tash po kujtoj edhe kohën e Rock the Dictator që kemi punu bashk. Dhe një person që nëse do të bëj një këngë, nuk e ka nevojën askujt, domethënë. Vetë këndon, vetë i beta tasierës, basit, kitarës, baterisë, e gjithë instrumenteve të tjera. Vetë regjistron këngën në studio. Është e çuditshme se si vjen një pikë që ka nevojë për njerëz të tjerë, domethënë që të bëj këto gjëra që mund t'i bëte shumë mirë vetëm. E çuditshme sa e rrezikshme është pjesa shpirtërore ke një artist domethënë. Totalisht. Këtu nuk flasim tek rull, nuk flasim, ose më saktë nevoja që po flisim, nuk flasim vetëm për nevojë pune në praktik ose fizikisht prania e një personi tjetër në një proces. Po është përfshirja e zërave të ndryshme, njerëzve ndryshme, energjisë që njerëzit kanë. Unë fakt, këtë album, po ashtu si dhe të dytit, po të ky album çdo tingull që ti dëgjon, çdo bas, kitar, paderibe, kokar. E gjë që kthehesh shu dhe pres nga albumi thot si të Xumanxhi, po. Ma e vërtetë është, E vërtetë është. Si ky album, si ty ti, unë çdo tingull që është regjistruar aty është regjistruar nga unë. Me dëshirën time? Jo, sigurisht që unë dua që të kem një ndërveprim dhe një interaksion. Prap veti kam rënë. Sepse unë bëra albumin dhe i vura vetes një deadline në të dy rastet që thash unë tani do ta bëj. Bëhet çat bëhet dhe të shkoj si të shkoj. Dhe vuna dhe masi është bërë albumi, unë kam bërë grupi për promovimin e albumit. Pra njëherë nuk duhet thjesht të presësh që të vi ky momenti ideal, momentin se kur është e vendos ti. Këtë të paktën kam mësuar nga vitet, nga puna, nga eksperjenca, nga gjithë gjërat. Pra ajo ulja në divan që s'po vjen momenti, s'po vjen kjo, s'është koha ideale për këtë, s'është koha kur. A nuk vjen kur. Këtë mund të jetë një nga gjërat kryesore që unë kam mësuar kështu në mënyrë absolute, që kjo nuk ndodh. Kështu që vendosja vetë se kur do ndodhte kjo, se kur do ndodhte albumi i dytë, se kur do ndodhte gjithë kjo gjë që unë po prisja. Kështu që nuk ka që nevojë që unë kisha nevojë për dikën studio thjesht me ardhë vërdalla, apo për dikën me rap basit apo me bëbet vokalet. Ishte me kriju këtë energjin, këtë interaksioni, që sigurisht dhe edhe ajo do kone vetë, nuk mund ndodhi as për 3 muaj, ndoshta as për 3 vjet, do kone vetë të pjekurisë, po që o bëj gjën që du, kjo është e rëndësishme. Pastaj, më fal, unë kam pjesën tjetër që është edhe banalizuese, po është edhe e mirë, ndoshta që unë do me këtë punë merrem 365 ditë vitit. Kur është shkurti me 29, po ishte kështu për shembull po gatitën grup të tipit që ti bie dhe herë basin nga fillimi ose baterisë, sepse duhet i bie unë përdesa të arrun me fytyrën, skem. Domethënë se duhet dalë tjetër vetë.
Grupet zakonisht kur formohen, sidomos kur formohen në fillim, pra formohen pastaj bëhen të famshëm, jo kur është person publik një nga anëtarët, në rastin konkret të tyre, dhe pastaj bëhet grupi. E ka këtë gjë që duhet të ndajnë gjërat, domethënë i kanë ca gjëra të caktuara që baterisë dhe baterisë nuk ka ndërhyrje një tjetër, ndosë mund të jetë shumë të ri, edhe mund të kenë nevojë që dikush tjetër t'i ndihmojë. Ka ato rregullat e veta që gjithsekush do bëj punën e vet. Nuk ka në grupin ta për shembull, domethënë ti je aq i fortë sa të vendosësh veten edhe të thuash që kështu do bëj. Është një farë Është liderollik është një farë diktature dhe deri diku po, sepse e para asnjë grup shoqëror s'po flas për grup një shokësh me dalë me pi kafe. Asnjë grup pune, asnjë ekip pune, asnjë ekip futbolli apo nuk mund funksionoj me 11 sulmues apo me 11 portier apo me të gjithë njerëzit e barabartë. Domethënë nuk ka grup pune që funksionoj dhe të jenë të gjithë të barabartë. Nuk mendoj që është e drejtë njerëz, sepse secili duhet të ketë rolet e veta dhe duhet të ketë detyrat e veta. Në rastin tim, unë si thash, Rule e kisha ndërtu tashmë me këtë e kisha ndërtu tashmë me këtë iden konkrete se qa ishte dhe qa do ndodhte deri në 1 vit e gjysmë më vonë kisha pretendosur se qa do ndodhte. Kështu që më shumë ishte një pranim ftese nga njerëzit për të bërë pjesë e kësaj ideje, se sa ishte një krijim ideje. Pra unë Rule kisha gjanë të skicu. Çfarë ndodh më pas? Çfarë ndodh më pas? Ne tani jemi në një periudhë jo riformatimi, se është fjalë shumë dramatike, por jemi duke punu, kemi disa rifreskime në grup, të sigurisht progresive. Kemi për të sjellë në jetë albumin e dytë live, nga i cili kemi performuar vetëm 3-4 këngë në eventet që kemi pas. Kemi disa plane koncertësh dhe eventesh që ne do të performojmë në muaj në vijim, po kjo flasim mas ta vere. Dërku mund të shkoj një grup robo, si këngëtar robo në Shqipëri plak. Unë mendoj që mund të shkoj kudo nëse ka konsistencë, nëse ka insistim të fortë, nëse ka prodhim sa duhet. Do flas për ty, flas edhe për veten time dhe për të gjithë kolegët tanë. Po, unë mendoj që në momenti që është konsistenca në prodhim, në performancë, në live, në evente, në albume, në këtë. Se kam raport me veten tonë, kam raport me publikun. Edhe me publikun. Unë në 1 vit e gjys duke përdor shumë pak, ose aq sa mund të përdor unë veten time në këtë format, që është shumë pak, përqindje shumë e ulët, ka arrit që këtë grupin ta njohin njerëz dhe këngë nga ky grupi t'i din njerëz dhe të bësh koncert në një qytet, qoftë jashtë Tiranës që ta ka ndodhur, dhe të këndoj njerëzit këngët e albumit tënd të ri, kjo është mendoj një arritje dhe qefi dhe besoj entuziazmi më i madh që mund të ketë një artist në skenë. Kështu që kjo mendoj që mungon. Ku jemi ç'a pozicioni jemi me rockun në Shqipëri? Publiku, rocku, ne, a di si është media, jo, unë sponsorizimi, blerja e klikimeve, po, shumë faktor. Unë si e shef hartën. Unë e shoh hartën kështu, që mund të ta ketë fajin harda që ti kumb rrugën edhe nuk e gjen, mund ta kesh fajin edhe ti që nuk gjen qoftë rrugët alternative, qoftë ta shofësh edhe një herë mirë se mos e ke pa gabim. Media sigurisht kanë fajin të vet, absolut. Mbështetja është pothuajse zero, etj. Unë më pëlqen ta shoh problemin nga krau jon. Nga fakti që ne në këtë rrym, në këtë komunitet që jemi gjithë veç e veç,
prodhimtaria është diku mbi zero. Pra nëse ne numërojmë sa këngë janë prodhuar 10 vitet e fundit nga ty, të reja, Euro the Dictator, mos i numëro ato 23, se ishin ekzistente, 20. Sa këngë janë prodhuar nga gjithë ne, domethënë në 10 vitet e fundit, unë nuk e di a do bëhen 30 këngë nga të gjithë bashkë. Këtu mendoj që është problemi. Dhe momenti që nuk prodhon asnjëri, sepse momenti që sepse unë me këtë albumi s'kam ç'a bëj, unë tek unë vetëm, qoftë edhe me 3 anëtarë të tjerë të grupit. Bëm edhe tjetrin, okay, po ku do shkojmë me këtë vetë kombi, kupton? Ndërsa nëse bën edhe ti 8 këngëshin tënd, nëse bën edhe Gendi që s'është këtu sot 8 këngëshin e vet, nëse bëjmë të gjithë Gen. Nëse i bëjmë të gjithë këto 8 këngëshat apo 12 këngëshat tanë, ne fillojmë krijojmë këtë rezistencën. Aq më tepër që kjo rrymë gjithmonë është kriju në këtë formë. Çdo revolucion që ka pas rocku gjatë viteve, dikur me hard rockun, pastaj me heavy metalin, pastaj me grunge-in, pastaj me ku diun se çfarë, me punkun, me të gjitha. Ajo është prodhimtaria po. Unë mendoj që ajo është 101, domethënë ajo është starting point. Gjonë, ne s'kemi prodhim, me u bë këtu një koncert rocku, ti nuk ke këmbër të luj rock, të këndoj rock. Mund të gjesh një që ka bë kongën e fundit para 15 deri në 35 vitesh. Realisht. Realisht. Me thënë drejtën e kam diskutuar edhe me Gendin, shpesh kur e kalon rasti këtu në podcast. Edhe unë e kam thonë që e shoh këtë, po them sikur ta imagjinojmë një përbindësh i madh që ecën, kupton? Kjo gjë që ne na pengon, po them. Po. Edhe dalun, edhe gjuj me 2 fishek. Fishekët supozohet janë këngë, po them. Edhe i pap lëviz pak nga i qik, nuk është se tjerë të shumë, kupton? Ajo stamina i vjen shumë pak. Po, gjyta unë 2 herë tani, do gjyshë ti 2 herë mas 2 muesh. Pra, ose në këtë aspektin figurativ, mas 10 sekondash, pap, 2 lëvizje tjera, pap, njërë, pra, e para nuk kemi një goditët përqëndrume, dhe dyta nuk kemi një karikator plot, që të godasim jo me 2 pluma, po me Pikërisht. Me albume, po themu, me albume dhe her pas here. Edhe të gjithë së bashku në të njëjtën kohë në mënyrë që po themi të pushtohet në thojza tregu, që edhe njerëzit t'i japin mundësinë që të dëgjojnë, për shembull, nëse duan me dëgjuar rock të ri shqiptar, ata, siç e theti, duan 4 kohë nga ty, 4 nga mu, 4 nga Gendi, 4 nga tjetër. Domethënë të kenë një arsenal këngësh prej 50 këngësh në vit. Në mënyrë që edhe ti dhe kalojnë vitet dhe pastaj nga ato 50 mund ngelin 5. Po ndërkohë, kam një pyetje tjetër, sepse nuk besoj se është vetëm çështje dembelizmi kjo gjë. Unë mendoj që është çështje dembelizmi, po që vazhdoj pyetjen. Po, pyetja është kjo. A mos vallë të qeni dembel të bërit të transformorit si dembel, thojë zë plasë. Ka ardhur për shkak të mungesës së mbështetjes nga mediat, nga këto hapësira të cilat promovojnë ardhur për shkak. Sepse ndoshta fal që ta veza apo pula, po thotë. Teknikisht. Veza apo pula, po domethënë nëse unë nuk jam dash dembel, bëj një këngë, bëj edhe një tjetër, shoh që kënga 6, nuk shoh vëmendjen nga ata që duhet të japin vëmendje këngës time, pastaj nëse kam bërë një muaj, do bëj një herë 3 muaj, pastaj do bëj një herë 3 vjet. Do fiket zjarri për shkak. Unë mendoj se është abuzu me pjesën me vëmendjen që i është dhënë kësaj gjës në kohën që e ka pas. Për shembull, cikli i live-eve që ne e di mirë ka kry, besoj që je dakord. Pra nuk është më atë boomin e vetë që bën gige, bën event live. Rëndom dhe funksionojnë në atë formë siç funksiononin dikur. Kjo mendoj se ka ndodhë për shkak se u abuzu me pushtetin që dha live-it. Dhe të gjithë patën një formë, një dritare, mendoj unë gjithmonë, për të marrë ca lekë të shpejta me impenjim shumë të vogël. Dhe u gjendëm para një situate që të dy e dim shumë mirë dhe mbaj mend shumë mirë, që ti kishe në çdo lokal të grupe të ndryshme, të cilat performonin pothuajse të njëjtën setlist.
Dhe pra i benimi dhe puna që duhej nga këta ishte pothuajse zero. Ndryshe nga një shtet që funksionon dhe drejta autorit, funksionon një dy tre gjona, dhe ty të detyrohen që ti të punosh për këtë punën që po bën dhe për këto lekë që ti po fiton. Dhe kjo mendoj që ka fillu këtë dekadencën e situatës së kësaj që the ti, pra kur ti je shef që po tenton, po ama unë mendoj që nëse fillon të prodhohet, kjo gjëja ndryshon, sepse kjo ndodh në të njëjtën gjë. Ty sot ka rënë konsumi i një produkti të caktuar në market, sepse s'është prodhuar më, ke vetëm një brand edhe për shtyn më. Momenti që fillon konkurenca, kjo do të në çdo gjë, momenti që ka konkurrencë, aty fillon. Pra nëse ti bën album dhe unë mundohem bëj këngë më të bukura se ty, tu fillon zhvillimi. Ne shumë dakord, po unë do bëj çik avokat në teatr. Jo, bëj. Ti po thu që nëse ne nuk kemi më kaq dembela, edhe media do mbështesë punën tonë më shumë se sa kjo. Pra kjo po i ofrohet më shumë dhe këtë po përqafon, po thotë. Patjetër, sepse nëse ti bën një album, unë bën një album, ti bën një album, e tjerë, po përmendin vetëm ne që jemi këtu, ose supozohet që jemi këtu. Sigurisht që do shohin që pritmo se edhe këta që kanë, edhe këta ekzistojnë. Nuk është vetëm njëri që po bët sa kohë nga ty në ditë. Këtë mendoj unë, sepse dhe vëmendja ndaj figurave ose ndaj një brezi pak më të mëdhenj se ne, i jepet, në çdo rast i jepet. Ama ai brez, po ashtu siç e thash edhe më sipër, këngën e fundit mund ta ketë prodhuar në fillim viteve 2000 në rastin më të mirë. Kështu që ky është problemi që nuk ka. Pra edhe brezi para nesh, po vazhdon po këndon po ato këngë. Dhe Bon Jovi se të këndon Living in a Prayer. Ama prodhon që është në treg. Bryan Adams, ku di unë, po marr figura. Unë mendoj që ata janë treg sepse janë ata që janë. Në herë publiku s'do me një gjua si këngë të re, vetëm ti shofi sepse po që kanë bë. Në ato vite, ato nuk prodhonin një single kur t'ju mbush të mendje që kjo është hit, ose nëse ne të dy bashkë do bëjmë një bashkëpunim, ne duam të dalim tek hiti direkt. Po hiti del, mase ti ke bërë një album me 12 këngë, ose 10 ose 8, aty pastaj selektohet edhe përgjatë kohës edhe përgjatë viteve edhe pas po themi ballafaqimit me publikun. Unë jam shumë koshient që nga ky album 8 këngë, 2 janë on top. 2 janë të mira aty afër, 2 janë okay dhe 2 janë mbushse. Unë jam shumë koshient, po këtë kam kuptuar masi e kam bë, masi kam interpretuar live, 1 herë, 2 herë, 5 herë, 10 herë. Feedbacku. Kam pa feedbackun dhe kam kuptuar që okay, shumë në rregull jemi, ama dihet bëhet diferenca. Dhe kur unë të kaloj që do jem tek albumi i 10, do kuptoj që okay, nga ky album i vlen 1, 2, 3 trake, nga ky, kështu që të presësh me single atë momentin ideal, se vetëm për me gjujt, vetëm për me ashtu, nuk e di. Plus se nuk mendoj që është formë që rocku ka funksionu ose do funksionoj ndonjëherë. Kur them rocku, them rrymat alternative, jashtë reggaetonit apo është mainstreamit. Jashtë mainstreamit, po. Ç'mendim ke për Eurovisionin, i dashur Gjergj? Sa vlerë ka të marrësh pjesë aty? Për mendimin tim është e keqja më e madhe që i ka ndodhur muzikës shqiptare në radhë parë, se për Adeo Aviane nuk është se prekam shumë emocionalisht. Tendenca e këngëve është nuk e di, shumë e keqe, se s'po du të gjeni fjalë më të rëndë se kaq. Ai është i format. Ka vlerë sot marrësh pjesë në Eurovision, domethënë në Shqipëri akoma i kërkojmë. Ata që marrin pjesë festivale duan. Domethënë a kanë vlerë realisht? Kanë qenë shumë artistë atje. Nuk e besoj. Domethënë ai validimi që ti merr nga një event i tillë, nëse e merr, ose nëse ty të përmbush si artist, të kesh shumë mirë. Po që nuk e di, për me nis me shkruajt se du ta ka pak më zana për me unë në studio, për me nis me kriju, me idenë që unë du të çoj këngën në një kompeticion që kjo të triumfoj aty, sepse kjo ka cati pare që i përshtatet një festivali që bëhet diku
me ca tendenca që ne nuk i kemi fare në shoqëri, në ndërtim, në rritje, në edukim, në asnjë gjë, s'po i komentoj se si janë, më duket nonsense. Por që nuk kam asnjë impresion të mirë. Kur ke marrë gjithë festival, e ke menuar në vizionin, apo? Me krenari të madhe kur. Jo për snobizëm. Madje një ndër festivalet, sigurisht që mu bë qefi që dëgjova tek ishte përfol kënga ime, sigurisht që rezultati as nuk ishte fare në ato 2 rresht të parë, por ishte përfol diku disi, dhe sigurisht që unë kënaqesha sepse kënga ime ishte bërë faktor për të bëjë një çfarë bisede, po. Por në asnjë moment nuk e kam çuar në përmend, sepse nuk mendoj që dikush nga kantautorët në rastin ton global ose këtyre që ne ja dëgjojmë këngët apo kështu, është ul me shkruajt me këtë idenë që unë do shkruaj tani që ta çoj këtë gjë aty që kjo të kapi këtë audiencë si bëhet atë gjë. Unë mendoj që materialet e sinqeriteti në prodhim është çelësi kryesor dhe absolut. Po mendoja domethënë kur ti ke fillu me kënu, domethënë, ka qenë Voice apo jo? The Voice of Albania? The Voice of Albania është qenë kthesa më e madhe e jetës time. Flas profesionalisht 2011. Në Kotë Salës. 15 vite, po. Si ishte e moment, pse ishte kthesën? Ajo ishte kthesa më e madhe, që unë sigurisht që nuk e kuptova në atë moment. Sa vjeç ke qenë? I bëu 17 vjetë. 17. Ishte Justin Bieber time, domethënë ishte shumë bukur, padyshim, ishte shumë bukur, ishte komplet teren i pa njoh, edhe i pa shkel. Dhe ishte një gjë që unë nuk e kisha mendu, kjo ishte më e keqja. Pra nuk ishte një gjë që unë e kërkoja, nuk ishte që unë po gjeja mënyrën për të dalë, për të katapultu ose për të dalë aty. Unë nuk po e kërkoja, kjo ishte, po themi e keqja, ose kjo ishte arsye që unë atë si shkove, si vendosa? Shkova me shoqur një shokun tim, me shoqur me kitarë. Dhe forma ishte kjo, bëshin audicione me video, me kamera, ishin disa njerëz aty, një ndër to ishte Kamela, për shembull, që më bëhet më. Që ishin thjesht për të qenë në kuptimin të jepnin ndonjë drejtim, ndonjë orientim në një gjë, po nuk është se vendosnin gjë. Dhe të gjitha këto videot u dërgonin tek Voice në Holland, që ishte ai profesuesi, i cili ka ndjek çdo puntat këtu, fizikisht rindeve. Dhe ata bënin përzgjedhjen e vet. Pra dilje para kamerës, emër mbi emër, ku diun mosha diçka, dhe kënoj një këngë me baza. Unë isha me kitarë sepse kisha shumë me shoqëruar një shokun tim i cili se gjente bazën tonaliteti që e dote. A shkoj me shoqëru, edhe më thot Kamela më nuk. Thot, që po ti tha pse s'kam po vetë shumë. Ke unë kisha këtu heavy metal gjona kështu po në atë kohë se kisha fare në mendjen e ty. Po jo kënoj kështu, e mirë thash unë hajt po kënoj. Edhe kënova Baby Lock the Door and Turn the Lights on Low. Kën country, po, atë që dola edhe në audicion, të njëjtë. Edhe, okej, mirë, kalun një muaj më duket edhe marrë telefon. Unë mendova që morën për këtë shokun, sepse kishem lënë dhe kontaktin tim në rast që ky nuk përgjigjej. Po shoku kaloi apo? Jo. Jo. Respekt. Edhe unë që përgjigjem, më thonë nga Voice, po, i them, dhe unë isha me të. Dhe i them, e thras, si me thënë Renis. Dhe se morë për ty. Dhe jo, tha se për audicionet e tjera isha, thash, unë thash? Po. Ikti, po me dorë prapë dhe. S'është për ty. Dhe ai moment ishte game changer, ishte ndryshim total. Them kthesa më e madhe, jo se përjetova, unë nuk e përjetova ndoshta aq sa duhej dhe siç ishte, po kthesa sepse në atë moment unë vendosa që unë përfundimisht do merrem me muzikë në këtë formë dhe do kem këtë rol. Edhe pse për shumë vite unë mundova, kemi bashkëpunuar dhe bashkë në atë kohë. Pikërisht në atë kohë, kemi punu në grup bashkë për Red Bar.
Dhe gjithmonë më ka Bukur. pëlqyer, padyshim. Dhe gjithmonë më ka pëlqyer të jem personi next to frontmanit. Po pse? Nuk e di. Gjithë jetën kam dashur të jem personi mbrava. Po themi Mbrava, po kryesori. i dyti. I dyti në duke, po kam përshtypjen se ke pas atë Ato ai kapiteni i ekipit, po pavarësisht se sulmuesi po golat, po Po. kapiteni që ma ekip. është më lehtë mbrojtja. Kupton, ndoshta Dakor. Po, sepse unë kisha e ndjeja atë detyrim gjithmonë në çdo grup puni që kam qenë. Por gjithmonë kam dashur të jem i dyti, të jem ai që luaj qoftë kitar, qoftë keyboard, bëj back vokale, të jem aty për gjithë situatën, me drejtu gjithë situatën, ama s'kam dashur asnjëherë të kem qenë në front. Asnjëherë. po kur thirrën pastaj për të marrë pjesë në Voice, i the si reagoi Fredi? Oh, Fredi, ja. Fredi, e mbaj mend që doli një kronik lajmesh që unë kisha dhënë një intervistë. E thjesht hapi. Pare se dilën në Voice. Ja fare, diçka e tillë, që nisin audicionet për Voto Boys, a ku di. I rapi derën. Thamë, seriozisht tani shkoj. Edhe unë kështu unë gjithmonë me këtë kështu oportunist dhe tu i bë dalje, tu i bë bisht. Mos lëndom të shkosh për vërtet. Edhe unë hamë burë se plus që Fredi e kapi nga një prizën tjetër. Dhe gjë që në fakt tani sa po e kujtoj që po ato ditë pa u bë akoma Voice. Më thot edhe shpëtimi sepse do u bënte festivali 50 live, totalisht live. Dhe I pari, po, i 100%, është bë dhe live para 90 100% bashkë me çdo komponent, po. Edhe i modernizum, si me thot, live. Se live janë bë dhe para, ku diun, edhe në 70-të. po. Dhe Mbas 90-s. Mbas 90-s, po, i pari. Dhe edhe shpëtimi këtë më tha, e mend, tha, si më thënë, konsideroje mos të shkosh, sepse Kemi punë tjera. dhe përveç që kemi punë tjera, dhe unë isha në festival, dhe unë s'kam ndjek dot asnjë provë të Voice-it. Domethënë nuk e kam shiju në eksperiencë e Voice-it. Dhe tham, mos të shkosh me idenë që ti je profesionist e kjo gjë, tash ti nuk mund me shku në për kompeticione, në për gjëra të tilla. Që të orientojnë më shumë se sa të bëjnë njërë. Po, unë isha 17 vjeç plak, sigurisht që të shkosh atë Voice-it. Edhe ky ishte prizmi që Fredi e kapi. Po që shkova, njëherë më xeftas, njëherë pa dëshirë, njëherë me gjys provimi nga shtëpia, po shkova. Kur ka qenë hera pare jote, që je ullë në studio dhe ke fillu një këngë dhe ka baru deri në fund vetëm. Pa ndihmën një askujt, kur tema askujt, pa ndihmën e Fredit. Pra, je ke studio, i mikseri, studio gjigande, e bukur, dhe e ke marrë përsipër ta bësh nga fillimi deri në fund një këngë vetëm. Besoj do këtë që rreth kësaj moshe, 15-16 vjeç ndoshta. Fredi ka luajtur një rol strategjik, do të them, sepse unë i kam pas gjonat aty përpara, po nuk ka ndërhyrë ndonjëherë. Domethënë unë rria te mi mini studia mama një balkon të vogël që kam vëllë me. Rria aty, domethënë një herë kalonte, bëte një humor gjysë ofendues. Mordzi. U talte, po, biles ka akoma një refren që ma këton talle, sepse pa ta bëu një nga këngët e para dhe më thoshte ky nuk është refren, kjo nuk është melodi vokali, është linjë trompe. Edhe vazhdo ma këton. Do me thënë, po që nuk ka hyti të tipit qa po bën një shife bë, po thyse asnjëherë për një kohë shumë gjatë. Edhe në një moment të caktuar, po rreth kësaj moshe, ndoshta 15-16 vjeç, më dha një dy orkestrime për të bë. Punë që i nevojitej për t'ju bë puna, sigurisht që do punëve, edhe më dha për t'i bë. Edhe mi mori dhe nuk ndërhyu, në kuptimin bëri një koreksion në miksim apo diçka në proceset ekstra, sepse unë i leja dhe pak si bosh, pak si me këto idet, jo po se se kam konceptu ashtu, po themi jashtë parametrave ndoshta tek tuk. Edhe po pa ndërhy, po themi në thelb të gjës.
Edhe rreth kësaj moshe do këtë qenë që unë kam bë dhe produksion të parë, po themi kështu, me bindje të plot që po bëj diçka të mirë sepse kisha kalu këto validimet, jo vetëm validimet, po këto sprovat, le të themi, ose situatat provokuese, pakistan. Ti ke besoj se kene gjuajë 100 herë të Pyetje? jo titullin multi-talent ke përsëri shprantuar. Që i bëllë gjithë me të. Qa është kjo për të për të rritë menin, Ja, për të fodull, për të në më shumë kohë në tokë, apo s'ti intereson më fare këtë moment që flasë? ja, mu më ull me këm tokë sepse më vend edhe tani që ma vret se kur më vure para një përgjegjësie që edhe pse s'kam ç'a provoj këtu, po përgjigja duhet të jap të mirë. Domethënë gjithmonë më bën një back to reality, një fuqë, okay. Ajo ka qenë sigurisht që unë kam pas fatin e që kam pas sa të dhëna, po si fillim ka qenë një punë konstante, ore va orë e imja për t'i maksimizu këto dhëna, këto t'i pare, këto ku di unë veja e që të dush. Dhe pastaj ka qenë një dëshirë për të rritë këtë arsenalin e armëve që mua më zhdash në studio, më zhdash në live, më zhdash, më thënë, unë baj mend veten në çdo moment, në çdo mosh, duke bë diçka ekstra ose duke tentu me bë diçka më shumë. Më thënë, kam bë live-in e parë me Stemsa 15-16 vjeç, po flas për 2009 që edhe YouTube-in s'dishte ta përdorshim, sepse krijova një sistem që të dëgjosh edhe klikun edhe backing tracket. Okej, ky është një muhabet shumë boring për kë nuk merret me këtë punë, por është interesant dhe tu të them këtë, i vogël 5-6 vjeç bëja miksime, mixtape, gjona, kaseta, kam pasi me jetëfone 2 kaseta njëkohësisht, besoj të Po edhe këto punët. I bëja këtë punë para 2000-shit, të thënë, sepse në 2001 lëvizëm nga shtëpia dhe do ka qenë ato vite. Të thënë, gjithmonë e kam shty veten maksimum me bë shumë më shumë se ç'duket për një punë caktuar. Do të thënë që s'është kërku kaq, unë jam siguru që kam bë kaq. Për t'u kanalizuar me hy me hing te kjo, pastaj ças duhet e lej jashtë. Dhe investimi im në për instrumenta ka qenë në këtë qasjes, në këtë prizën. Kanë interesu gjithmonë me përdor instrumentat ndryshëm, janë dash për orkestrim, ka pas raste që kam mësu instrument vetëm për një orkestrim caktum. Pra, kam çu Fredin, ai ma kishte thënë si muhabet dhe njerëz që shkojnë në Kosovë, bleu 2 çiftelia dhe një instrument tjetër turk, sepse përveç një rasti që u regjistroja në i çiftelinë e gjë, mu doni për një kongë që kisha në mend me bë, edhe ishte ky instrumenti prim me u qutet turk, ishte diçka me një tel mes, kështu si më thënë hyra e mësova vetëm për ta përdor për atë. Do më thënë, kam pas gjithmonë një motor të brendshëm që më ka marrë kështu gjithmonë ongoing. Pra jemi kam në tokë. Pepër. Tani njërën e kam skiq. E ke jashtë. Dhe që mendoj që momenti që një artist ka gjithë kohën e mundshme për të bërë art, është prapë, domethënë thot me vetën e tij që nuk më del koha, nuk është momenti, domethënë du të gjej një moment tjetër ku të krijoj, sepse s'jam mirë emocionalisht etj. Ndërkohë, pastaj kur bën me familje, kur bëhet me fëmijë, pra ndërton një familje të re të tim, thot pas e mjafton pak kohë të kem, edhe do bëj nomi. Për që ti je me një familje tënde që të mrekullueshme, me një djalë të mrekullueshëm, me një bashkëshorte, është për ty ndodh, domethënë e njëjta ndjesi si është situata. Në gjërat që unë si kam bërë për 15 vite, i kam bërë për 1 vit e gjys. Edhe mendoj që ndodhe eksakt kjo. Pra,
e parë çdo njeriu i ndodh që sa më shumë punë të ketë, aq më shumë i del koha me i bë gjitha. Dhe sa më po them i lirshëm të jetë, aq më shumë duket sikur nuk ka kohë me bë këtë, nuk kam kohë me po atë të gjitha. Unë kohën padyshim që e kam pas shumë të limituar në këto 2 vite, shumë të limituar. Koha që kam bërë se cilin album është për te i qeqarakës. Dhe janë referencat që ti ke. Pra ti ke një referencë saktume për kohën e lirë që ke, për kohën që të duhet për diçka. Dhe kur këto prioritete, këto referenca, kjo qasi ndryshon, ti kupton që okay, kjo që them, unë duhet vetëm kaq. Vetëm kaq mirë se e di unë ç'të bëj. Kënaqshme me pak, me pak fjalë. Optimizimi i kohës, optimizimi i energjive, optimizimi i mendimeve, i gjithë gjonave, pra ti dhe mendimeve duhet i lesh kohën e caktuar dhe kohën e duhur për me i pas. Ashtu vërtet që një artist do shumë i suksesshëm kur s'ka bara familjare? Tash mund po më rezulton e kundërta, po flas gjithmonë për pjesën time kreative, që identitet. më mbush dhe identitetin tim artistik, se ku dua unë t'jem dhe ç'a dua unë bëj. Unë, si thash edhe më sipër, kam pjesën që me këtë punë punoj. Do të thënë, gjatë gjithë vitit unë kam projekte të ndryshme, kam koncerte, produksione, festivale, djerë, që bëj. Dhe unë nuk isha përmbush edhe me to. Por që unë ka rezultu kështu, më ka fut në një korsi tjetër tash. Tash ti në një korsi më të shpejt, më efikase, më precize, më të menduar, më pak spontane. Pra më mirë t'ishe martuar 20 vjeç, më fjalë. Bravo. Do isha të albumi 10. kam përshtypjen unë apo zhboj çik serioze kjo bisedë. Jo, unë prisha më Jo, më pëlqen që është thellu, jo bisedë përciklazi. Jo, Sepse ne bëjmë shumë biseda bashkë. Dhe jemi dhe shumë karagjos në jetën e përditshme, thojsa, ëh. Pikërisht, po, domethënë. Pse bëm shumë, çfarë ndodhi me ne? Po flasim për gjëra serioze, për gjëra që kanë rëndësi. Pa thu? A mund të më thuash kam jeni gjuhë këto kohë të fundit? Pra seriozisht, dëgjoj, pra. Akordet e kësaj këngë, sinqerisht, pa u bë, se s'du të bëhem si këto që dalin për me uan ku, po seriozisht, po thuj se çdo këngë që po dëgjoj, që po marketohet edhe që po qarkullon. Nuk e kuptoj, domethënë se si një njeri mund të bi me fjet i qetë masi ka bërë material të tillë. Pra ai njeri do kalojnë 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, do të gjërat e këngën, ç'a do mendoj? A disa gjëra të tilla mendoj? Po çfarë do të mendoj që kam tallë bythën edhe bravo më qoftë. Nuk besoj që është kështu, sepse e kanë seriozisht. Dhe mendojnë që mjafton të jesh mjafton të bësh diçka cool, mjafton të jetë në për këto videot që bën thjesht scroll në për Instagram, në për gjona. Nuk e di. Seriozisht më vjen turp mu kur i dëgjoj, jo më tjerëve, pastaj aty vet, nuk e di ç'a. Do doja shumë të isha jo më shumë se 20 sekonda. Po asnjë tjetër përveç teje nuk i vet turp. Nga gjithë kjo është për mene. Kjo është e vërtet. Kjo është e vërtet. Po, a di që është puna rëndësishme, është puna, siç të thash, që robi zgjedh me po diçka. Domethënë, edhe unë mund të kisha zgjedh me ndjek këtë rrym, këtë linjë, më saktë këtë rrym, mund të thosha që hajde më varja. Se edhe nuk është se s'ma kanë thënë njerëz, po ti që unë komfort me bë. Madje i fundit që më ka thënë ti njeh, do ta them mas podcasti. Ka tashmë një restorant kualitativ shumë të mirë, të filtruar në 100 hallka. Dhe jo më larg se një muaj ishim në tavolinë tek restoranti i tij duke provu disa ushqime që i bëri një parathënie jo gjysfaqe siç janë në libra, po parathënie gjatë. Dhe pak më vonë tha mu, po çfarë i merresh me këto këngë që janë ndjesh rock jo kështu dhe kështu. Edhe i bëra pyetje magjike, po ti thash se në pshet buk me qofte, sepse ke konsumë të lartë.
njerëzit e hanë më shumë, fiton lek më shpejt, kostot sigurisht që Zorisht bësh as hyrjet. dhe zorisht bësh Nevojshme. asgjë. Kështu që përvenda është çfarë zgjedh me bë. Mend japin të gjithë, padyshim. Kështu që Llogaritën në lek, ke bënë herë sa mund të kishe humb? Sa mund të kishe fituar mëse? i kam bë për hir të një bisede. Për shembull, e bëj tani për hir të këtij momenti, po vetë jo asnjëherë. Asnjëherë sepse unë njoh shumë njerëz që bëjnë shumë më shumë lek se unë apo se ndonjë këngëtar që bën shumë lek. Është gjithmonë njëri që bën më shumë lek se një tjetër. Kështu që nuk e shoh si referencë, nuk e shoh si një si matse. Sigurisht që e shoh si një gjë që mu më duhet të jetoj, edhe mundohem të jetoj normal, të jetoj mirë. Nuk e shoh, domethënë nuk mund ta çoj këtë punë që bëj deri në sakrificë, sepse nuk ka sens. Por që deri në momenti që mu nuk po më cënohet, po themi, mbi jetesa ose një jetesë normale, që mua më plotëson dhe më kënaq, nuk i hy kësaj pjese. Po qëse do të cënote për shumë. Imagjinojmë një moment. Çfarë do Besoj- ndodhte me ty për shumë? Ë, Shkollajt më përgjigje se. Përgjigje si dush. po. Jo, Vej çik ndërgjegje në punë. në punë. Unë mendoj që do gjeja skutën, do gjeja momentin, do gjeja formën për ta bërë prapë gjën që du. Do ta gjeja në mes natës, dikur do ta bëja këtë gjë. Siç e kam gjetë në momentet më intensive të jetës, që ka qenë sa po lindi Grengu, për shembull. Kam bërë albumin e parë, kur kam bërë albumin e dytë, ishim në një situatë shumë intensive me gjithë gjonat që po shkonin lart e poshtë, familjare, jo ndryshimi, jo shtëpia, jo gjë. Këtë dhe prapë gjeta në momentin për ta bërë. Nuk cënova asgjë. Nuk jash as punët e mia pa bë, as detyrimet familjare. Kështu që unë mendoj që njeriu e gjen formën gjithmonë për ta bërë. Do kisha pranuar një punë më shumë. Unë nuk para seleksionoj punë në për se du të formuloj shumë mirë. Unë nuk para seleksionoj punë duke i etiketu që kjo është, po themi, popullore, kjo është rock, dhe unë do zgjedh këtë apo do zgjedh të tjetrën. Unë mundohem që çfarë do lloj pune qoftë, gjëja më banale, unë ta marr dhe ta çoj në standardin dhe në nivelin që unë përfaqësoj. Këtë mundohem ta bëj me çdo lloj pune, me çdo lloj rrymë, me çdo lloj artisti. Ti s'punë ke bashkëpunuar me Adelina Ismaili, me Dafina Zeqiri Po. në koncertet e veta. Mhm. Pra, praktikisht është diçka ndryshe nga ajo që ti bën për veten tate. Po. Çfarë eksperiencë është kjo? Eksperiencë fantastike. Dy, mund të them pa frikë, ikona të rrymave të veta, sidom të Kosovës, po e popa dhe të Shqipërisë, mund t'i quaj pa frikë. Adelina Ismaili është dikush që nuk ka nevojë për me i bë hyrje sepse ka bërë revolucion nga çdo aspekt që para se me lindur. Dafina moderne në treg me gjitha të influencë që ka, edhe po themi publikun edhe audiencën e vet gjitha. Gjë interesante për këtë është qasja e këtyre dy personazheve, që nuk është se kanë shumë lidhje me njëra tjetrën në aspektin artistik, sepse edhe kohët janë të ndryshme. Po. Tek Dafina, po nis me Dafina me që është më e fundit. Te Dafina pata një rol tjetër, sepse drejtues artistik ishte Florent Boshnjaku, një mik shumë i mirë i imi në Radio Pashare. E përshëndesim shumë. Florenti sigurisht mua më delegoi disa punë që kishin bënë me koncertin, po unë le të themi aty isha pjesë e ekipit. Dhe ishte një eksperiencë fantastike, dhe të kesh të bësh me njerëz që ti mendon që ka një stad dhe ka një qasje ndryshe dhe ka një vet kënaqësi, po themi, për gjën që bëjnë, dhe të ballafaqohesh pasaj me një përulje ndaj gjithë projektit, ndaj gjithë gjës.
edhe një edukat aq të madhe është shumë qef. Është shkënaqësi shumë e madhe. Domethënë, sinqerisht, ti e kuptoj mas 2 orësh që gjatë gjithë provave Dafina thjesht ishte e ulë me aty këmbë për këmbë duke dëgjuar dhe kaq. Dhe nuk ndjeje asnjë trysni, asnjë presion që hey, shive se unë jam stari këtu në dhomë. Kjo gjë nuk ndo. Dhe kjo është një eksperiencë shumë e vlefshme, mendoj edhe në aspekt njerëzor. Ndërsa me Adelina Ismailin që pak më e thellë situata, sepse unë u ftova për të ekzekutuar, për të ideu dhe për të ekzekutuar gjithë koncertin e Adelinës, që ishte sfidë shumë e madhe, dhe unë sigurisht atë koncert e solla në frymën time, ai u bë një koncert shumë rock. Jo rock për të shpërfytyru materialet, por rock për t'i dhënë madhësinë, po themi, e stadiumit, madhësinë e open airit, madhësinë e një skene koncerti. Sepse dhe këngëtarët, gjithë këngëtarët, që nga hip hop deri në R&B apo gjithë kur bën këto koncertet, i japin një frymë shumë të madhe rocku, sepse rocku është kriju në atë koncept stadiumi, në koncept masiviteti. Dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur, shumë e vlefshme nga çdo aspekt që mund të mendoj profesional, personal, njerëzor, artistik. Kështu që këto janë punë që të jo vetëm të mbajnë gjallë, po janë punë që gjithmonë të sfidojnë, sepse janë gjëra që ti si ke mendu që të bësh koncert në recital të Dafina Ismail. Jo, kur ke nisë mira kitarës të dhomë 14 vjeç. Gjë të do të them që më i bukur është ai jonë rock ditë. Ai është një projekt, jo, unë nuk bëj shaka, është një projekt që mendoj që nuk është më i bukuri të treve që po lënë, më i bukuri nga të gjithë. Pra ne bëj shaka. Ty të nevojitet një episod e thash për batu, lej. Jo, unë nuk e lej. Mendoj që ty të duhet një episod i posaçëm për me trajtu atë koncept dhe atë punë që është bë. Sepse siç po flisim më sipër, nevojiten projekte të mëdha, projekte jo vetëm një këngë, vetëm një single, vetëm një hit i rapsit. Nevojiten projekte të mëdha, projekte që me vërtet lëvizin ca gur. Kështu që përgëzim Randis. Faleminderit Gjergj, përgëzim edhe ty, se kishe profesore sa gjë, po. Çfarë mendimi ke? Është larg pra. Kako, e di çfarë mendoj? Mendoj që në një pikë karrierës, gjithsekush nga ne ka ca pengje të veta, besoj, kupton? Ne jemi akoma të rinj, ndoshta s'kemi shkuar nga 80 vjeç që të kemi mbyllur atë bllokun e pengjeve dhe themi këto janë edhe kaq janë. Por gjithsesi kemi filluar me shkruaj ca. Ti ke pengje, domethënë, për karrierën tënde, mendoj që mund të kishe bërë diçka ndryshe më përpara? Padyshim, çdo njeri ka, nuk mendoj që ka një njeri që thotë që çdo gjë e kam bërë siç dua ta kisha. Si do doja të çfarë do? Unë do doja të kisha bë ca gjëra më shpejt pa u mat shumë. Konkretisht, albumet që unë kam nxjerr, një ishte The The Day Before Tomorrow, The Sweet Will You, po thuajse të dy, po thuajse 100% që i të dyve, është shkrujt që para 10 viteve. 80% e të dy albumeve. Dhe le të themi që më ka qenë një humbje kohe kështu. Ka qenë një humbje kohe. Më disha do shumë më përpara. Padyshim. Dhe kjo gjëja sot do të ishte 10 vjet e rritur, jo 1 vit. Dhe është, nuk e dia shprehje, nuk e dia e ka thënë dikush, apo thjesht nga biseda e kam fiksu, po është më mirë të pendohesh për diçka që ke bërë, sa për diçka që s'e ke bërë. Jim Carrey kam dëgjuar të thotë këtë. Shumë bukur. Kështu që më mirë të kisha bërë një lëvizje gabim para 10 vitesh, se sa një lëvizje dhe ta kisha bërë, se sa një lëvizje që ka kalu koha dhe unë se kam bërë. Kështu që, por ta lidh pak disimet gjithë bisedën që bëm, e rëndësishme që unë shoh të gjë që unë jam më i kënaq nga gjitha për gjithë
që ka kalu në muzikë është se çdo gjë e kam bë me pasërtin dhe me sinqeritetin më të madh. Dhe unë jam shumë krenar dhe shumë i lumtur të dëgjoj punë të mia edhe para 10 vitesh, siç do jenë për këto mas 10 vitesh. Dhe suksesi mendoj që secili ka ato referencat e veta, atë po themi definicionin e vet për fjalën sukses, por gjërat e sinqerta janë gjithmonë ato që Qa faze e sot, Gjergjo, që flasëm? Unë të njofë, ne jemi shok, përse për këtë anës artistike dhe emocionale. Dhe dhe ti sot ke një lëmsh mendimesh në kokën tënde se që pëndodh me karrierën tënde dhe me artin tënd, apo je në atë fazën pranverore që je komplet i lumtur për çdo gjë që pëndodh në karrierën tënde. unë mendoj që nëse vjen ke faza pranverore, artisti i vdes. Nëse vjen një pikë që ti thua, ok, kam arrit, aty është momenti që ta mbyllësh atë blogun që the, ose librin, edhe merresh me një punë tjetër. Ti e di mirë që ti ke një objektiv caktuar në një moment caktuar dhe kur ti arrit këtu ke një tjetër dhe kjo shkalla vetëm rritet. Dhe është motori brendshëm që të mban ndes, që të mban këtë nervin, po themi, për me arrit gjithmonë më shumë. Unë jam shumë i lumtur që kam arrit të kem atë pamjen që kam pas para 10 vitesh. Jo vetëm pamjen, jo vetëm flok të gjata, po pamjen artistike, pra të arrit të dalë në koncertet mëdha duke performuar albumet e mia, është fantastike. Po për mua sot kjo është thjesht momenti ku jam, jo momenti që unë dua të jem. Dhe kur të jem tek ai momenti që dua të jem sot, prap do jetë një tjetër që do shtohet, objektivi do largohet, do rritet, edhe ajo është gjëja që mendoj e mban artistin, krijuesin gjallë. Pra jemi të desinum, mos jemi të kur të lumtur dhe të vetë plotsu? Kur? Ti mund të jesh vetë plot. Pa. Artistikisht Ti mund të ndihesh i vetë plotësuar artistikisht, padyshim. Por thjesht në atë moment ti nuk mund të presësh më nga vetja për të bërë diçka, ose njerëzit nuk mund të presin më nga ty për të bërë diçka nëse ti je i plotësuar, sepse ti praktikisht po mbyll dhe po i vë kapakun këtij personit që njohi njerëz, ose që je tek njerëzit, sepse ti vetë mund të zhvillosh hobi tjera, mund të ngjizësh mal, mund të kesh lloj i që tjetër në rastin tënd. Gjergjo, domethënë kjo është bisedë shumë e bukur, shumë emocionale në të gjitha. Dhe për këtë arsye unë do doja shumë që në fund fare ti të tregoj një parcelet. Ishte njëri. Nëse edhe ishe shqiptari, Jo. Amerikanti. Jo. Unë jam ti e di se çfarë adhurimi unë kam për Pogradecin. Adhurim të mirë. Për adhurimi. Çfarë adhurimi kam për Pogradecin. Korçën. Pogradecin të dërgëndësh. Ai është një projekt, po unë mendoj që të zbardhë gjithë fajlat e Jeffrey Epstein, të mbaroj dhe lufta e tretë, pastaj e afishojmë. E lejmë kështu? Po pse ma dhjeve, bur? Po në Ta themi, bur. unë dhe Renisi të shndërrojmë një vend, le të themi, modest, në një qendër globale. Dashuria ime dhe e Gjergjit, ne Përbashkët? kemi dashuri të përbashkët që është Pogradeci. Po, Se kështu fillon historia. me sa jetë. Dhe të dy gjithmonë sa e shkojmë Pogradec, gjejmë atë qetësinë shpirtërore të pamas, edhe unë me familjen time, edhe Gjergj me familjen e vet, her pas here përfundojmë Pogradec, kupton? Edhe shkëmbejmë. Edhe shkëmbejmë patjetër. Dhe fakti që është një nga qytetet tona të preferuara, ne një ditë bëmë një bisedë shumë utopike, sigurisht, po. Po çfarë s'bëva kjo dhe mund të bëhet realitet, edhe ky plan jo. Po, unë s'di a dua ta them apo jo, sepse mendoj që mund të na prishet si plan, ose mund ta vihet si ide nga investitorët më të fortë se ne. Investitor më të fortë se na, okay, ne si investitor fare? E investojmë Okay, me moral, me shpirt, me kohë. me shumë pak fjalë,
Mund të themi që po vendesin të duhet ta bëjmë qendrën botërore, Hollywoodin e ardhshëm, të muzikës apo. të artit, Apo, tash zbim dakord. të muzikës, Të muzikës, po. të muzikës. Nëse zbim dakord që tash si do bëjmë? Jo, bing, të muzikës. Okej. Barcelona lutet? Ishte njëri në Korç. Në atë takon një shok. Edhe i tha, do të dej makinë, tha. O, tha, që do marrësh? Do marrë Volvo, tha. Pse merr Volvo, i tha ky, pse s'merr? Këtë Barcelet ma kanë të frejtë në që. Pse s'merr Mercedes Benz, tha. Po pse parë Benz, tha. Po jo, tha, unë tha në 6 i hypi makinës, se zjonë herë, tha. Në 6 gjysta jam në gjovlit po gradesta. Pe Viqeni. Fantasti, mirë, okej, hajtë palon bisedna, mirë, palon një ja, shef këtë, ishe marrë makinë me Volvo. Po ti tha, pse s'morën e Benza? Po tha, e mendova, tha, shtesha mund të 160 gjysë po gradesta. Qa të bërë? Kështu. Po aji, ku dhe me dalun, aji do ta kuptoj që do i duhet të shkon të fogate, si një gjysë, sa të do fillojnë më hurë, sa të gjona për nejse. Mirë. Ne postulat për ta mbyllur, Të jemi dhe të jeni sa më të sinqert me gjërat që bëjmë. Kaq. ladies and gentlemen, ishim me Gjergj Kaçanarin, do shihemi në episodin e radhës. Ciao.